Për herë të parë në Shqipëri, Retina Institute sjell një revolucion në kujdesin e syve, një hap i madh për pacientët, veçanërisht ata me glaukom, të cilët tani mund të trajtohen në vendin e tyre me kirurgji moderne sipas standardeve ndërkombëtare. Përshëndetje, jam doktor Talaj, sapo realizuam kirurgjin moderne gat për trajtimin e glaukomës. Jam i lumtur të kryej procedura kirurgjikale minimalisht invazive për trajtimin e glaukomës në klinikën Retina Institute Korçë. Pacienti kishte glaukom dhe katarakt. Si fillim ne vijua me metodën GAT për glaukomën dhe më pas heqjen e kataraktit dhe zvendësimin e tij me një lente intraokulare. Shpresoj të kemi ndihmuar pacientët tanë në maksimum. Ju kujtoj se glaukoma është shkaku numër 1 i verbërisë në botë dhe ftojmë çdo që ka shqetësime me shikimin të orientohet stafi tonë në Retina Institute. Unë kisha shqetësim perde në sy, kisha disa vite që vuaja nga tensioni i syrit. Dhe kisha dëgjuar fjalë shumë të mira për këtë klinikë. Dhe gocat njerë janë të mrekullueshme, po bëj gati 2 muaj që po merrem me mjekimin e syrit dhe më në fund ja arrita kësaj dite se i kisha humbur shpresat në fakt. Tani ndjehem shumë mirë, unë kam shumë besim në doktori. Ishte fat i madh që u ndodh për mua. E falenderoj nga zemra. Doktor Talaj, eksperti që trajton numrin më të madh të pacientëve me glaukoma në Turqi, është mjek ushtarak me gradën profesor dhe kolonel. Tani ai vjen pranë Retina Institute, së bashku me një staf të licencuar dhe me eksperiencë ndërkombëtare.